natyralë. Nuk e dia o met, apo e vërtet, po thuhet që nuk ban me bë shumë shpesh kiropraktik ose fizioterapi, se mësohet trupi, edhe të tjera. Si qëndron kjo? A halitet trupi? Po du fizioterapi. Zakonisht, varësisht prej, si po them, prej shkakut që mundet me pas, normal, trajtimet janë gjithmonë të mira, për shkak se fizioterapia është edhe edukim, jo vetëm trajtim, edukon pacientin, edhe patjetër që pse mos me bë. Po, për shembull, një person i cili ka një punë, kuda bank, i cili nuk është shumë aktiv, a rekomandohet sipas fizioterapeutëve të paktën 2 herë brenda vitit, 1 javë, 2 javë fizioterapi me bë? Një kontroll po. Kontroll po se po, në këto po du me marrë si të mirëqenë që e bojnë fizioterapi. Gjithsesi, po fizioterapi patjetër. E kam fjalën edhe nëse s'kan probleme madhore, po trupin, qarkullimin, tendosin e muskujve me e liru. Për shkak se kur trajtohet ma herët, ai është larg edhe barnav, edhe operimit, edhe për atë arsye vetëm një dhimbje të vogël me pas, patjetër që ish dasht me ardh te fizioterapeuti, me kontrollu edhe me marrë trajtimin e duhur. A ka pacientë të cilët i ktheni sepse nuk janë për fizioterapinë me dhimbjen që vinë? Jo. Është në rastet se di, jo, nuk ka. Nuk ka raste kur s'lejohet fizioterapia? Jo. Fizioterapia është thuajse në çdo repart të shëndetësisë, edhe është tepër e rëndësishme, ndikon në çdo, ndoshta edhe para operimit, edhe pse një pacient ka më shku në operim, a edhe para operimit duhet me bë fizioterapi, që më përgatit për operim, edhe pas operimit. Edhe kjo është forma më e duhur.